Do të shkojmë në vendin e ngjarjes pranë gjykatës së apelit ku Igli Çelmeta, që në momentin e parë të shtënave të armëve po raporton atje. Igli, çfarë kemi të reja nga ngjarja e rëndë e vrasjes së gjyqtarit dhe plagosjes së 2 personave? Po pandi, televizioni A2 CNN ka arritur të sigurojë dëshminë e autorit të kësaj ngjarje të rëndë të 30 vjeçarit Elvis Shkëmbi, i cili pasi është arrestuar, është shoqëruar në ambientet e komisariatit numër 1 dhe më pas është dërguar në drejtorinë vendore të policisë të Tiranë, ku ka nisur dhe marrjen në pyetje e autorit, pra Elvis Shkëmbi, i cili ka deklaruar para grupit hetimor dhe ka pranuar vrasjen, duke thënë se e vrau gjyqtarin Astrid Kalaja për shkak se po humbte një çështje të cilën e shqyrtonte gjyqtari Astrid Kalaja, një çështje për pronat. Në dëshminë e tij, autori i kësaj ngjarje të rëndë ka deklaruar se dokumentat e pronës që ai pretendonte i kishte të rregullta dhe ishte bërë padrejtësi në gjyq dhe po humbiste pronën e tij, dhe për këtë arsye ka qelluar gjyqtarin Astrid Kalaja, i cili ishte gjyqtari që po shqyrtonte këtë çështje. Sa i përket veprimeve hetimore të kryera nga grupi hetimor i ngritur nga policia e Tiranës dhe prokuroria e Tiranës, në vendin e ngjarjes kanë bërritur edhe prokuror të SPAK, pra për hetimin e kësaj ngjarje të rëndë nuk po merret vetëm prokuroria e Tiranës, por edhe prokuroria e posaçme SPAK. Deri në këto momente janë marrë në pyetje staf i gjykatës së apelit, gjyqtarë të tjerë që mund të kenë qenë pranë dhe kanë parë ngjarjen fillimisht si dëshmitar okular dhe kanë lajmëruar policinë e shtetit. Gjithashtu janë marrë në pyetje edhe punonjës të sigurisë së gjykatës së apelit, janë sekuestruar kamerat e sigurisë. Më tej, policia e Tiranës do të ketë një deklaratë zyrtare për të sqaruar më saktë rrethanat e shkaqjet e kësaj ngjarje të rëndë, se si ka mundur autori Elvis Shkëmbi të futet brenda ambienteve të gjykatës së apelit në seancë gjyqësore i armatosur me armë zjarri të llojit pistolet. Dyshohet që 30 vjeçari ka qelluar me armë zjarri plot 6 herë, 3 plumba kanë prekur gjyqtarin e ndjer 62 vjeçarin Astrid Kalaja, 2 plumba kanë prekur 2 persona të tjerë të cilët kanë qenë palë në seancën gjyqësore. Bëhet fjalë për 2 shtetasit të cilët ndodhen në spitalin e Tramës jashtë rrezikut për jetën, Ervis dhe Ragip Kurtaj, ku Ragip Kurtaj ka marrë 2 plumba dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën, dhe Ervis Kurtaj 1 plumb. Pra autori ka qelluar plot 6 herë brenda në seancën e gjyqit në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë. Sa i përket informacioneve të tjera lidhur me autorin i dyshuar, dyshohet që ky i fundit ka qenë në seancën gjyqësore së bashku me xhaxhan e tij, pra Gjon Shkëmbin, i cili ka qenë palë në proces së bashku me nipin e tij lidhur me çështjen gjyqësore, pra për pronat që pretendon autori i kësaj ngjarje të rëndë se ishte bërë padrejtësi, pra sipas tij në dëshminë paraprake para grupit hetimor në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës, ka deklaruar se është bërë padrejtësi dhe për këtë çështjen e pronave që ai pretendonte se po e humbte në drejtimin e gjyqtarit i cili shqyrtonte këtë çështje, pra Astrid Kalaja, ka ndërmarrë dhe veprimin ekstrem duke qelluar në drejtim të këtij të fundit dhe palës tjetër në cilën ishte në proces, pra babë e birë të cilët mbeten të plagosur dhe ndodhen në spital fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Në vendin e ngjarjes ende ndodhen grupi hetimor brenda në ambientin e gjykatës së apelit, ku po bën qyrjen e vendit të ngjarjes, po merren në pyetje jo vetëm staf i personave të cilët kanë qenë të pranishëm në seancën gjyqësore, pasi dyshohet që ka pasur dhe avokat në seancën gjyqësore dhe persona të tjerë pjesë e gjykatës së apelit, persona të cilët merren me shqyrtimin dhe të seancës gjyqësore, pra ka qenë një situatë kaotike dhe ka ngjallur panik dhe frikë të pranishmit në seancën gjyqësore sipas dëshmive të tyre paraprake. Gjithashtu në komisariat janë shoqëruar dhe punonjësit e sigurisë të institucionit të gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për të dhënë dëshminë e tyre se si është bërë kontrolli këtyre personave, pra që kanë marrë pjesë në këtë seancë gjyqësore, dhe pse nuk është evidentuar pra arma e zjarrit që ka pasur me vete autori Elvis Shkëmbi, dhe me këtë armë është futur brenda në ambientet e gjykatës së apelit, brenda në seancë ku po zhvillohej gjyqi i drejtuar nga gjyqtari i ndjer Astrid Kalaja. Kujtojmë që Astrid Kalaja, i cili mbeti i vrarë nga kjo ngjarje shumë e rëndë, prej 30 vitesh është pjesë e sistemit të drejtësisë, 12 vitet e fundit ka shërbyer si gjyqtar në gjykatën e apelit, baba i 2 fëmijëve, dhe fatkeqësisht sot humbi jetën pas saj ngjarje kaq tronditse, jo vetëm për sistemin e drejtësisë në Shqipëri, por edhe për opinionin publik,
për herë të parë një gjyqtar vritet brenda në seancën gjyqësore nga palët në proces, ku autori pra u identifikua dhe u arrestua nga policia e shtetit si shtetësi Elvis Shkëmbi. Shkak i ngjarjes sipas dëshmisë paraprake të dhënë në policinë e Tiranës nga autori, pra është çështja në proces që po shqyrtohej nga gjyqtari Astrid Kalaja, çështën për të cilën autori i kësaj ngjarje të rëndë pretendonte se po e humbte. Igliç Çelmeta, të falenderoj për detajet e fundit nga ngjarja e rëndë.